jam vetëm 15 vjeçe. E sot po martojnë me një burr që as nuk e njoh. Po mundohem mos me qajt, po zemra po mdridhet nga frika. Ju lutem shikojeni historinë time deri në fund. Mervja u martua kur ishte vetëm 15 vjeçe. Një vajzë që kishte ende shkëlqimin e fëmijërisë në sytë e saj. Familja e saj, me mendimin që të paksohej një gojë për të ushqyer, e martoi me Kadriun, një burr shumë më të madh në moshë, të cilin ajo nuk e njihte fare. Mervja, në vellon e saj të bardhë, po jepte lamtumirën fëmijërisë së saj, duke qajtur. Megjithatë, fati i saj deshi që Kadriu të ishte një njeri e mëshirshëm. Kur pa atë gjendje fëmijërore të Mervjes, ai nuk u soll me të si me një bashkëshorte, por si me një amanet që kishte nevojë për mbrojtje. Përsa kohë që Kadriu ishte gjallë, ai nuk lejoi kurrë që nëna e tij, Hanifja, dhe motrat e tij dinake, Gylgjani dhe Sevimi, ta trajtonin Mervjen si skllave. Kadriu, sa herë kthehej në shtëpi në mbrëmje, i shikonte duart Mervjes dhe i thoshte: "Ti je ende fëmijë, Merve, këto punë të rënda nuk janë për ty", dhe i bënte vetë punët e kuzhinës. Kjo dëmshuria diqte shpirtin vjerrës, Hanifes. "Ne morëm nuse në këtë shtëpi, jo mbretëresh", i bërtiste ajo djalit të saj. Ndërsa kunatat, Gylgjani dhe Sevimi, e shikonin me xhelozi vlerësimin që merrte Mervja, dhe në mungesë të Kadriut, nuk ngurronin t'i thoshin fjalët më të rënda. Kaluan 5 vite. Mervja tani ishte 20 vjeçe dhe u bën nënë e 2 fëmijëve, një vajze dhe një djali. Kadriu, duke punuar ditë e natë në ar për familjen e tij, humbi jetën si pasojë e një aksidenti tragjik. Për Mervjen, bota ndaloi në atë moment. Pa u ftohur ende dheu i varrit të Kadriut, erërat e dëmshurisë në shtëpi u zëvendësuan nga një mizori e ngrirë. Hanife Hanmi, në shtëpinë e Zis, i arrëmbeu fëmijët nga duart Mervjes dhe bërtiti: "Biri im vdiq prej fatit tënd të zi. Tani nuk ka më mal që të mbroj. Ose do bëhesh sklavja e kësaj shtëpie, ose merr rrobat dhe qerrohu." Për Mervjen filluan ditët e burgut. Kunata e saj, Gylgjani, çdo mëngjes pa lindur dielli e zgjonte me ujë të akullt dhe e detyronte të lante qilimat më të rënd buzlumit, në mes të ftohtit të dimrit. Duart e Mervjes plasaritnin nga të ftohtët dhe i gjakoseshin. Kur fëmijët qanin nga uria, vjerra bërtiste: "Pushoni zërin e këtyre jetimve pa baba." E lodhur nga shtypja, Mervja një natë mori fëmijët dhe u strehua në shtëpinë e babait të saj. Me slotësh u hodh në këmbët e tatit: "O babi, që kuriku Kadriu po ma marrin shpirtin, të lutem më mbro." Por baba i saj, nga frika e thashethemeve dhe botës, ja ktheu shpinën: "Mervja që doli nuse, kthehet vetëm me qefin. Ne nuk kemi bukë për t'i dhënë një gruaje të ve", tha ai dhe ja mbylli derën në fytyrë. Atë natë, te pragu i derës, Mervja ndjeu deri në palc se çfarë do të thoshte të mbeteshe e vetme në botë. Jeta në shtëpinë e vjerrës u bë edhe më e vështirë. Kunatat ja numëronin edhe kafshatën e bukës që u jepte fëmijëve. Një mbrëmje, Gylgjani ja rrëmbeu pjatën nga para dhe i tha: "Nëna juaj let punojë e t'ju mbaj, nuk do t'ju ushqejmë me pasurinë e vllait tim." Në atë moment, Mervja i kuptoi që ndrimi në atë shtëpi do të vriste shpirtin e fëmijëve të saj. Ajo vajza e vogël brenda saj vdiq atë natë, dhe në vend të saj lindi një luanesh. Hanife, për të shpëtuar përfundimisht nga Mervja, thuri një plan të tmerrshëm. Ajo fshehu një gjilpër ari të një prej të pasurve të fshatit në pajën e Mervjes. Të nesërmen erdhi xhandarmëria. Kur gjilpëra u gjet në arkën e saj, Hanifja bërtiti: "Nuse hajdute, ndoten derin e djalit tim." Edhe pse Mervja u lëriste se nuk e kishte bërë, askush nuk e besoi. Edhe kryetari i fshatit ja ktheu shpinën. Hanifja, me shpifjen e vjedhjes, e nxori Mervjen dhe 2 fëmijët e saj jashtë në një natë dimri, vetëm me një boçe të hollë në dorë. "Nëse shkel sërish në këtë fshat, nuk të lë të gjallë", e kërcënoi ajo. Me paratë e fundit në xhep, Mervja zbriti në stacionin e autobusëve të një qyteti të madh. Nuk kishte askënd. Filloi punë si pastruese në katin më të ulët të një spitali shtetëror.
Ditën fshinte gjakun dhe qelbin, ndërsa natën, në dhomën me lagështirë të bodrumit ku jetonte, vinte fëmijët në gjumë dhe si punë shtes, lante shkallët e pallateve. Ju do të shkolloheni, u thoshte fëmijëve, ju do ta grisni këtë errësirë. Mervja kursente çdo qindark duke gërmuar me thonjë, edhe pse e përbuznin çdo ditë, ajo e ktheu nderin e saj në parzmor dhe luftoi për fëmijët. Kaluan plot 20 vjet. Ajo pastruesja e bodrumit fillimisht hapi një punishte të vogël rrobaqepsie. E më pas, me inteligjencën dhe ndershmërinë e saj, u bë një nga gjigantët e botës së tekstilit. Mervja tani ishte zonja Merve. Djali i saj, Aliu, u bë një inxhinier ndërtimi i suksesshëm, ndërsa vajza, Zejnepe, u bë një nga kirurget më të mira të rajonit. Mervja u mësoi fëmijëve, mos e harroni kur vendin nga keni ardhur, por mos e mbani si barr në zemër as të keqen që ju kanë bërë. Ndërkohë në fshat, drejtësia po zinte vend. Kunatat, Gylxhani dhe Sevimi, ishin martuar me burra egoist dhe të pashpirt si veten. Burrat e tyre i lanë të gjitha pasuritë në bixhoz dhe pije. Ato ishin kthyer në gra që dhunoheshin dhe përbuzeshin çdo ditë. Hanife Hanëmi ishte e gozhduar në krevat. Nga ajo gruaja që bënte terror në shtëpi, nuk kishte mbetur asgjë. Vajzat e saj merrnin pensionin e saj, por nuk i hidhnin asnjë gotë ujë. Do vdesësh gjithsesi, a me ty do merremi? I thoshin, dhe e kishin lënë të kalbej në një dhomë të errët. Mervja e mori vesh gjendjen e Hanifes nga një punëtor që shkoi në fshat. Djali i saj, Aliu, i tha: "Nën, mos guxo, ajo grua të hodhi në rrugë me shpifje, nuk të lejoj ta ndihmosh." Mervja e shikoi djalin në sy dhe i tha: "Birim, po u bëm si ata. Çfarë ndryshimi kemi? Mirësia është e vërtet kur i bëhet atij që nuk e meriton." Mervja nuk shkoi vetë në fshat fillimisht. Ajo u mor vesh me gruan më të ndershme të fshatit dhe dërgonte çdo ditë ushqime të ngrohta, ilaçet më të shtrenjta dhe pastruese në shtëpinë e Hanifes. Dhoma e Hanifes u mbush sërish me dritë. Plagët ju mjekuan, por personi që dërgonte parat mbahej sekret. Hanifja qante çdo ditë: "Kush është ky engjëll? Vajzat e mia nuk më shikojnë me sy. Kush është ky i huaj që kujdeset për mua?" Hanifja çdo natë shihte Mervjen në ëndër. Mervja i jepte ujë, ndërsa ajo e shtynte Mervjen. Hanifja zgjoi duke u lëritur dhe filloi të kujtonte një nga një gjithçka që kishte bërë. Erdhi koha. Kur gjendja e Hanifes u rëndua, Mervja hyri në rrugët me pluhur të fshatit me makinën e saj luksoze, e shoqëruar nga djali dhe vajza. Fshatarët mbetën pa fjalë. Mervja hyri me kokën lart në atë shtëpi, nga e cila u dëbua para 20 vitesh. Hanifja, kur pa para saj i shnusen Mervje dhe niprit që ishin bërë si lisa, shpërtheu në dënes. Mervja u ul në skaj të krevatit të plakës dhe thjesht i mbajti dorën. Kunatat, kur hyn në dhomë, mbetën të verbuara nga fisnikëria e Mervjes. "Merve, motër, na fal", tentuan të thoshin, por Mervja i heshti. "Nuk duhet të kërkoni falje nga unë, por nga ndërgjegjja juaj. Më shpifët, por shihni, unë jam ende këtu. Urrejtja në zemrat tuaja ju shkatroi ju, ndërsa mëshira në zemrën time më ndërtoi mua." Kunatat nuk munden ta ngrinin kokën nga turpi kur dëgjuan se çfarë pozitash kishin arritur ata jetim pa baba. Hanife Hanëmi dha frymën e fundit në krahët e Mervjes, duke thënë vetëm: "Ma bëj halal bi. Kur mos e nënçmoni dikë që po vuan në heshtje, sepse ndonjëherë Zoti e ngre pikërisht atë që të gjithë e shtyn poshtë." Mervja nuk u hakmor me urrejtje. Ajo u hakmor duke u bërë më e fortë, më e mirë dhe më e madhe se ata që e shkatruan. Po ju, çfarë mendoni? A bëri mirë që e ndihmoi Hanifen pas gjithë asaj që i bëri, apo nuk duhej ta falte kurrë? Shkruajini mendimin tuaj në komente.